që të bie numri i regjistruesve të votuesve faktikisht nga diaspora, do të diskutojmë në këtë pjesë të emisionit. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me mua në studio kam analistën Fatima Hajdar. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje zot Ajzer. Në lidhje të drejt për drejt, gjithashtu kemi edhe njohësin e zhvillimeve politike, Lulzim Velio. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Gjithashtu kemi edhe nga shoqata Lobi Shqiptar, Skënderbek Laiçi. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje për të gjithë shoqëruesit të televizionit juaj. Po, zonja Hajdari, në këto zgjedhje, pra kemi votues më pak të regjistruar nga diaspora, i bie diku rreth 30.000 votues më pak të cilët janë regjistruar në diasporë. Çka nënkupton kjo? Çka mund të thot faktikisht një gjë tjetër? E konsideroj që arsyeja pse nuk janë regjistruar është sepse ata do të jenë për festat e fundvitit në Kosovë dhe nëse regjistrohen jashtë e dinë që nuk kanë të drejtë të vote pastaj në Kosovë. Në pamundësi për të votuar atje për të ardhur këtu, e kam parë më të lehtë të jenë këtu afër familjeve tyre siç veprojnë zakonisht për festat e fundvitit, edhe do ta shfrytëzojnë të drejtën duke qenë pjesë e drejtë për drejtë e procesit zgjedhor. Mendoj që kjo ka ndodhur edhe ka qenë e pritshme sepse ne e dimë mirëfillit që diaspora jonë udhton drejt vendlinjës kryesisht 2 herë në vit për pushimet e verës dhe për këto të fundvitit kur ata kanë ndoshta këto pushimet e tyre dhe pastaj e lidhin dhe shfrytëzojnë për të takuar familjarët edhe për të qenë pjesë e gëzimit familjar me familjet e tyre edhe me shoqërinë e tyre pa diskutim. Mendoj që kjo ka ndodhur dhe nuk është absolutisht fare për të shqetësuar sepse megjithatë do të jenë pjesë e procesit zgjedhor, por duke qenë vetë këtu, duke qenë fizikisht në Kosovë dhe duke votuar ditën e zgjedhjeve me 28 dhjetor. Po, zotëri Laiçi, i bie kjo që këta 30.000 votues të cilët janë më pak të regjistruar për zgjedhjet e 28 dhjetorit, mund të jenë të gjithë fizikisht për të votuar në Kosovë? Nëse i marrëm statistikat e zgjedhjeve, domethënë prej kur se ka filluar të zgjedhë diaspora dhe të zgjedhë faktikisht, në vitin 2019 kanë qenë vetëm 35.000 të regjistruar, ndërsa në vitin, domethënë këtë vit që ishin zgjedhjet në nënt shkurt 2025, ishin të regjistruar diku 105.000, kjo i bie se 80% të tyre kanë votuar, ndërsa në këto zgjedhjet e fundit për 28 dhjetorin, të cilët janë të parapara, janë të regjistruar diku 84.000 qytetar apo mërgjimtar dhe nga ta janë aprovuar momentalisht 71.900 mërgjimtar. Zonja në studio e tha shumë mirë se diaspora domethënë viziton Kosovën dikun s'paku 2 herë në vit dhe nga numri i tyre është dikun 2.274.000 nga statistikat cilat i ka marrë nga dikun Wikipedia apo nuk e di, nga ta faktikisht disa e kanë paraparë që në këto zgjedhjet e 28 dhjetorit të vinë vetë personalisht dhe të vizitojnë, të votojnë. Faktikisht nuk është zvogluar numri, nuk është zvogluar interesimi i diasporës, ka dhe nga ata të cilët janë skeptik sepse të votohet me post i marrën nga posta ndërkombëtare, ndërsa edhe votimet të cilat vinë me post nga njëherë ka skeptik të cilët thuhet se ndoshta që i hapin dhe nuk merren për bazë. Pra, për këtë pyetje mund të them se faktikisht nuk është ra interesimi dhe unë mendoj njëjtin mendim e kam se do të vinë vetë atje dhe personalisht do të votojnë. Pra, thani që ka prej atyre votuesve të diasporës të cilët janë skeptik dhe kanë dyshime se ndoshta votat e tyre nuk mirën për bazë dhe për atë kanë vendosur që të vinë të votojnë vetë në Kosovë. Po jo, unë mendoj që ata e shfrytëzojnë vizitën e tyre të rregullt të cilën e kanë 2 herë në vit minimumi, ndërsa edhe 2-3 herë në vit. Faktikisht unë nuk po them se ka rënë interesimi për votim, por skeptik janë me vota për mes postës për arsye se janë të varur
prej postave ndërkombëtare, ndërsa edhe procedurave shumë të delikura, ndërsa edhe procese tjera të cilat janë shumë të shkurtra, të afatet të regjistrimit janë shumë të shkurtra. Kjo është arsyeja që ndoshta më mire shërzontat edhe po shkoj të vizitoj familjen, shtëpinë time dhe do të votoj. Nga statistika do të me se më lejoni pak them se do të nga këto vizita, vetëm ndoshta vjen pyetja më vonë, por nga vetë këto vizita të cilat e vizitojnë mërgjimtarët në atë dhejën e tyre, domethënë mbushet edhe buxheti, sepse po të jetë një numër 2.274.000 vizita nga mërgjimtarë, domethënë aty është një buxhet diku 3 miliardë euro, nëse i futemi statistikave dhe nëse i futemi llogaritjes së tillë. Prandaj ndoshta vjen edhe pyetja pak më vonë rreth çështjeve se se si jemi të trajtuar. Do të diskutojmë një nga një pa merak. Në anën tjetër, zotri Veliu, sipas jush, numri më i pak të regjistrimeve të votuesve nga diaspora, ashtu siç e thanë edhe dy anëtarë tjerë të panelit, konsiderohet që ata që nuk janë regjistruar, rreth 30.000 potencialisht do të vinë që të votojnë vetë në Kosovë. Po, a mund të themi që mund të ketë rënje të tërësishme të numrit të votuesve nga diaspora? Është një fakt i pakontestueshëm se festat e fund vitit sjellin edhe mërgjimtarët në Kosovë dhe pikërisht ishte kjo që edhe presidentja është përcaktuar për datën 28, për datën e zgjedhjeve, që tjetë data 28 me kërkesën e lëvizjes vetëvendose, pasi që është një datë për mendimin tim jo shumë e favorshme, jo shumë datë e mirë për të mbajtur zgjedhjet për shumë arsye, duke filluar nga arsyeja e mungesës të shumë ndërkombëtarëve që janë në Kosovë. Pra, unë jam mëse i sigurt se të gjithë ambasadorët e vendeve europiane në atë periudhë kohore nuk do të jenë në Kosovë. Mirë, po unë jam edhe i sigurt edhe për një gjë tjetër, që do të ketë shumë vështirësi për të siguruar vëzhgues të mjaftueshëm nga OSBE-ja për të marrë pjesë dhe për të vëzhguar zgjedhjet në Kosovë, pasi që është një periudhë pushimeve dhe të gjithë ata që jetojnë në perëndim e dinë se nga data 23 dhjetor dhe deri në fillim të janarit është një periudhë po të thuaj e vdekur, pra e periudhë pushime kur në shumicë njerëzit ikun në pushim. Dhe për këtë arsye unë e vlerësoj se si datë nuk është e caktuar mirë dhe nuk është menduar mirë. Ndërsa pajtohem plotësisht me parafolësit e mi se në atë periudhë kohore është një numër i madh i mërgjimtarëve të cilët jam mësyejnë atë dhejut jo për të votuar, por jam mësyejnë atë dhejut për të vizituar dhe për të kaluar festat e fund vitit me pjesën tjetër familjes që i kanë në Kosovë, dhe në këtë mënyrë ata do ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, dhe ndoshta është një nga arsyet që është në regjistrimi më i vogël i atyre në diasporë. Mirë, po si do të jetë, unë mendoj se në këtë zgjedhje numri i votuesve do të jetë më i ulët vetë për arsye të gjithë asaj çfarë ndodhi gjatë kësaj periudhe një vjeçare. Pra, kemi një vit pa konstituim të institucioneve, pa krijimin e qeverisë, kemi një vit që kemi paguar deputetët, pra taksa paguesit e Kosovës kanë paguar deputetët për punën që nuk e kanë kryer dhe nuk është bërë asgjë për një periudhë të gjatë kohore. Kemi zhvilluar 3 palë zgjedhje, ja tani po zhvillohet edhe zgjedhjet e 4-ta me radhë brenda një viti, që është shumë e tepër dhe e papranueshme në një vend normal dhe demokratik. Po, zotri Veliu, thani që ky numër i rënë i regjistrimeve nga diaspora e që sipas jush do të vinë të votojnë fizikisht në Kosovë, është rezultati kërkuar edhe nga presidentja Vjosa Osmani dhe lëvizja vetëvendosje? Po unë mendoj se kërkesa e lëvizjes vetëvendosje, siç e thash edhe më herët, pra ishte përcaktimi i datës 28, pikërisht periudha kur bashkëdhëtarët janë në Kosovë dhe kërkesë të cilën pa asnjë hezitim e vendosi presidentja. Pra edhe pse në atakim apo në ato diskutime kishte edhe subjekte të tjera politike që nuk ishin të kënaqura me datën e caktuar, pra kanë kërkuar që data 21, që për mendimin tim data 21 do të ishte më e favorshme
për Kosovën, që të mbajmë zgjedhje më të mira dhe të kemi mundësinë që të kemi më shumë vëzhgues ndërkombëtar dhe të kalohet pa probleme, ose ndoshta të shtyhet edhe për javën e parë apo dytë të janarit. Mirë po, aja që ata vendosen që kjo do të jetë dhe si e tillë është menduar që të shfrytëzohet për Mërgatën, që mendojnë se Mërgata do të votojë, do të jetë e njëanshme, mirë po unë kam një mendim tjetër, Mërgata e Kosovës, mërgjimtarët tanë janë të vetëdijshëm dhe do të votojnë të gjithë në formën më të mirë, më të lirë dhe pa asnjë presion, pasi që nuk i nënshtrohen presioneve siç është e mundur të nënshtrohen qytetarët të cilët jetojnë në Kosovë apo që kanë një vend të caktuar pune dhe janë të detyruar të votojnë njërin nga subjektet politike, ndërsa mërgjimtarët nuk e kanë problem. Pastaj një gjë nuk duhet harruar se në periudhën e fundit kemi një aktivizim të dukshëm edhe të subjekteve politike, subjekte tjera politike në mërgjim, pra kanë ardhur dhe po kërkojnë votat e tyre si Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca, pra është një fushat që po zhvillohet edhe nga subjektet e tjera. Nuk është një vot blanko për lëvizjen vetëvendose siç e kanë menduar apo siç e kanë pritur që të jetë në këtë zgjedhje që do mbahen me 28 dhjetor. Po, zonja Hajdari, mund të themi që janë sinjalet të cilat të regojnë faktikisht atë lidhen që e bërë dhe zotri Veliu, lidhen që është thënë konstant në mes të diasporës dhe datës zgjedhjeve. E konsideroj që dhe Kushtetuta e Republikës Kosovës e përcakton qartë që presidentja duhet synoj që të ketë pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve në procesin zgjedhor në mënyrë që demokracia tjetë e plot. E konsideroj që edhe presidentja duke kalkuluar në të gjë, ka vendosur për datën 28 dhjetor, marrë parasysh që dalja e qytetarëve do tjetë më e madhe për shkak edhe faktit që shumë nga mërgjimtarët tonë do t'jenë në pjesë e këtij procesi zgjedhor, sepse do t'jenë për festat e fundvitit në vend. E konsideroj tendencën për të përjashtuar me elegancë, ose si që tha aty do t'ishte datë më e mirë 21 dhjetori ose fillimi i janarit, data këto të propozuara nga opozita në vend. Tendencë të përjashtojnë diaspora nga votimi? Sepse gjihet mirë filli që një numër i madh i votuesve... Se konsideroni që tendencë për të përjashtuar është vetëm datë 28 që diaspora mund të jetë pjesë e zgjedhjeve? E konsideroj si mund të qëndroj tendencë kur faktikisht edhe paraprakisht ka pasur votues të numër shumë të madh të votuesve nga diaspora, janë 105.000. Pajtohem plotësisht, por megjithatë numri atyre që do të jenë në Kosovë dhe që do të votojnë fizikisht këtu, do të jetë më i madh dhe u fol edhe më herët për procesin me të lashe sa i përket votimit me postë, dyshimeve që ata mund të kenë apo u shkon vota aty ku e kanë adresuar ajo, ndërsa fakti që ata janë këtu, janë fizikisht vetë, bën shumë më të lehtë procesin edhe për ata edhe për bindjen e tyre që kanë votuar dhe vota e tyre ka shkuar aty ku ata kanë dashur. Pajtohem plotësisht që diaspora nuk është asnjë subjekti politik, ata janë diasporë e Kosovës, janë të lirë për të vendosur sido që ata e shohin të arsyeshme. Gjithashtu e mendoj që edhe atëherë kur kanë votuar pro ose kundër një subjekti caktuar politik, po kështu kanë qenë të lirë. Prandaj çdo tendencë për t'i mveshur ose për t'i bërë ata pjesë të agjendave të caktuara nuk funksionon, përveç faktit që ne duhet të ngulim këmbë në atë që përfaqësimi i tyre të jetë sa më i madh dhe sa më dinjitoz. Pastaj për kë vendosin ata dhe si vendosin ata është çështje totalisht e lirë, sikur për çdo qytetar që jeton edhe në Republikën e Kosovës. Nuk e mendoj që përjashtimi me elegancë jo 21 dhjetori se do të kishte vëzhgues ndërkombëtar më shumë, po pajtohem që mbasi do të kishte vëzhgues ndërkombëtar, po vëzhguesin ndërkombëtar e dinë që kur ka agjenda pune, ata do të jenë të angazhuar, se megjithatë puna tret para festa. Shumica prej nesh do të jenë nëpër studio televizive, edhe ne është dashur të kemi pushime, po nuk kemi. Në Kosova e konsideroj që është lidere në rajon sa i përket proceseve zgjedhore të mirëfillta. Nuk ka tendenca, ka pasur në kaluarën, por tashmë është në histori e largët tendenca për të manipuluar rezultatin zgjedhor. Tashmë kemi një avancim sa i përket kësaj çështje, kundër kandidatët urojnë njëri tjetrin, kemi një demokraci goxha të zhvilluar të drejtim, madje e konsideroj që sa i përket vendit Kosova në raport me rajonin qëndron shumë më mirë se shtetet tjera. Nuk kemi arsye të kemi asnjë shqetësim që dikush do të tentojë të manipulojë procesin ose të bëjë vjedhje votash ose të ngjashme.
Absolutisht jo. Përkundrazi, nuk e shoh që ka me pas rënje të numrit të qytetarëve, konsideroj një entuziazëm për gjitha palëve, gjitha subjekteve politike, sepse ky rezultati pa qartë në zgjedhjet e kaluara, ky pozicioni pat ku askush nuk e kishte shumicën për të vazhduar tutje, do t'i nxit qytetarët që të marrin anë, ose pushtetin e deridjeshëm, ose opozitën e deridjeshme. A do t'jetë diaspora që do ta diferenca. A do t'jetë diaspora vota vendimtare? Unë e konsideroj që me gjitha të dallimin e madh e bën qytetarët brenda vendit, sepse me gjitha të ne jemi në numër më të madh dhe vendosin gjithmonë shumica që janë këtu brenda. Por me gjitha të nuk duhet përjashtuar faktin që diaspora bën diferencën në fund. Atë 5% në fundit, ndoshta mund të themi që nuk është pak, se me gjitha të është pothuajse një subjekt politik, e bën gjithmonë diaspora. Dhe këtu e shoh hezitimin ose grackën që subjektet tjera politike kanë rënë. Unë e konsideroj që të gjithë pa përjashtim duhet të insistojnë. Kjo nuk është kauze veç një subjekti politik. Përfshirja e pjesës tjetër qytetarëve tonë në secilin proces është domosdoshmëri. Ata nuk janë vetëm kapital monetar, fillimisht ata duhet parë si kapital njerëzor, si dritarën tonë të parë me botën, sepse integrimi tyre në shoqëritë ku ata jetojnë dhe veprojnë, qoftë si mjek, qoftë si inxhinier, qoftë si sportist, për shembull në Zvicër kemi shumë, qoftë si yje tashmë që kanë pushtuar tregun ndërkombëtar të muzikës, ata janë ne, edhe detyrimisht duhet i bëjmë pjesë të procesit. E jo të filozofojmë që është dashur më mirë të jemi me 21 ose tek në janar, sepse vëzhguesin ndërkombëtar dhe të tjerët. Fillimisht procesin e bëjmë ne, pastaj të tjerët mund ta monitorojnë nëse duan që të jenë pjesë e punës. Po, zotri Klaiqi, sipas jush një ndërhyrje të shkurtër ose më lejohet. Po, patjetër. Shumë është interesante se zonja në studio është më interesuar dhe më kujdeset më shumë për votën time nga diaspora. Nuk është viti i parë që voton diaspora. Diaspora voton tash sa vite edhe përmes postës, e tani në periudhën e fundit kohore është bërë e mundshme që të votohet edhe drejt për drejti në selit e konzulatave dhe ambasadave tona, ndërsa zonja në studio mban hallin ton se a do të votojmë me këtë datë apo atë datë. Nuk është e vërtetë ajo çfarë thuani ju dhe nuk do të siguroj më shumë votues data 28, për arsye se njësoj sikur diaspora që do të mësyej vendin e lindjes, kemi edhe shumë njerëz të tjerë që e kanë periudhë pushimi në Kosovë dhe do të marrin rrugën e pushimeve në përvende të ndryshme që pushime dimrore, po që është e mundur për të bërë. Dhe është një praktikë që nuk e ka bërë asnjë vend deri më sot që të mbahen zgjedhje të përgjithshme pikërisht në mes të festave të fundvitit. Për këtë arsye unë e shoh shqetësat të papërshtatshme, jo se do vijë apo nuk do vijë Mërgata, atje do votojmë apo nuk do votojmë atje. Mërgata apo mërgjimtarët për studio televizive dhe në selite subjekte politike përmenden vetëm në momentin kur vjen koha e votave, mirë po në asnjë moment tjetër jo. Edhe Mërgata ftohet gjithmonë vetëm për të votuar, por asnjëherë për të votuar. Edhe pse ka pasur kërkesa të kahmoqme që në Kuvendin e Republikës së Kosovës të ketë vende të rezervuara edhe për Mërgatën tonë, njësoj si ka vende të rezervuara edhe për komunitetet jo shumicë, pra për komunitetin serb, por edhe për komunitetet e tjera që jetojnë në Kosovë, të cilët në çdo periudhë kohore kanë qenë kundër dhe janë kundër shtetit të Kosovës, ndërsa kjo Mërgatë është ajo që më së tepërmi e ka ndihmuar Kosovën si në periudhën e para luftës, në periudhën e luftës e ashtu edhe pas luftës. Përmendi më herët zoti Klaiqi që brenda një viti arrin dikun të 3 miliardë remitanca, ndërsa i tërë buxheti i Kosovës është 4 miliardë. Kjo tregon qartë se kush është Mërgata. Zonja Hajdari? Fillimisht nuk bart shqetësimin për individ të caktuar, këtu t'jeni të qartë, as t'ju jeni as diku tjetër, unë bart shqetësimin për secilin qytetar të Republikës. Lutem ta përfundoj, për secilin qytetar të Republikës, qoftë ai brenda, qoftë jashtë kufive të Republikës Kosovës. Nuk është fare vërtet që diaspora ka të drejtë vetëm të zgjedhë, nuk zgjidhet, sepse zgjedhjet e kaluara na treguan që
ky fakt nuk qëndron. Për shembull, kemi nga diaspora Nezir Krakun, deputet brenda subjektit vetëvendosje, kemi pasur deputetin Hysen Çekaj. Lutem ta përfundoj. Mos e bëj zhurmusin edhe pse jeni në distancë tashmë. Ta dëgjojmë njëri tjetrin. Okej, zotri Veliut, lutem ta dëgjojmë pastaj këtë drejtë replike. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës kemi pasur deputet të zgjedhur, zotin Hysen Çekaj, djalin e domethënë dëshmurit Salish Çekaj, të zgjedhur po ashtu, sepse unë e konsideroj edhe në subjekte tjera politike nuk po i përjashtoj, po këtu ndala me fokus. Unë e konsideroj që ne mund ta diskutojmë edhe për vendet e rezervuara, po nuk e shoh të nevojshme sepse diaspora, kushdo që ka shfaqur interesim për të bërë pjesë e procesit, ka arritur të zgjedhet, sepse ne nuk përjashtojmë njerëz tanë nga secili subjekt politik, kudo që ata kandidojnë, për faktin që e thash edhe më herët, ata janë pjesë jona, kurdo që vendosin bëjnë pjesë e procesit zgjedhor. Ne do të kemi mbështetje për ta, si për njerëz tanë që jetojnë brenda kufive, si për ata që janë jashtë kufive. E rëndësishme është që ata të arrijnë me mesazhe tek votuesit e tyre, pavarësisht subjekteve politike që u përkasin. E konsideroj që individët nuk duhet të nisën nga vetja tyre, duhet të nisemi nga shumica se kujt si i konvenon, e pastaj pjesa tjetër. Po unë e kuptoj që dikush edhe mund të udhtoj, për megjithatë, festat e fundvitit janë ato që madje ekziston kjo thënia tradicionale pranë xhirit familjar, sepse janë festat e vetme nashta ku secili synon që pranë kutisë votimit. Absolutisht. Ka edhe pranë kutisë votimit, po konsideroj që shumica prej nesh është e vetmja pjesë e vitit ku e konsiderojmë për të qenë afër familjes, afër se njëri tjetrit. Po zotri Klaiçi, sipas jush vetëm shkurtimisht t'japim hapësirën dhe zotrit Klaiçi. Po zotri Veliut. Unë nuk do të kam shumë kohë që t'jemi me vetëm një gjë se do të na ikën, pastaj do të kaloj ajo, se zonja në studio tha se Mërgota është e përfaqësuar në të gjitha ata emrat që u përmenden nga zonja në studio, ata të gjithë janë, si zoti Kraku, si Çekaj, si kush do të qoftë, janë përfaqësues të partive të cilat i kanë futur në listat e tyre. Ne nuk kërkojmë që të jemi pjesë e listave të partive politike, se do të përfaqësojmë interesat e subjekteve politike. Mërgotës i duhen deputet që përfaqësojnë interesin e Mërgotës e asnjëherë të subjekteve politike. Ka i bie sa, ai bie që po kërkoni që Mërgata të ketë një parti përfaqësuese në Kuvendin e Kosovës, një subjekt politik? Jo, nëse lejoni politike, por është të thënë që të ketë vende të rezervuara për Mërgatën, për Mërgatën shqiptare. Nëse më lejoni këtu do ta kisha elaboruar me gjatë dhe me mirë, sepse ne që shumë vite mundohemi që ta faktorizojnë, faktikisht ta faktorizojnë këtë Mërgatë, e cila vërtet është kontributore kryesore, jo vetëm që nga pas lufta, por dhe gjatë luftës e para luftës e gjitha ka qenë një kontributore e madhe për vendin tonë. Pra faktikisht më pëlqeu ajo që diskutoj zonja se datat nuk janë shumë të rëndësishme, është data 21 apo 28, dhe të sej frigohni fundit të sej frigohet diasporës dikush, sepse edhe diaspora është ndarë në atë mënyrë gati se si është ndarë në Kosovë. Nëse mundet me ndryshu diçka diaspora, në vota ndoshta janë 5 deri në 8 vende, domethënë mandatet të cilat mund të ndryshoj, e cilat do të ishte një ekuilibër shumë i madh, do të faktikisht nëse llogaritet kështu, por mua nuk më kënaq fakti se ne nuk jemi faktor, ne jemi të defaktorizuar. Ne kërkojmë që pikërisht të jemi një komunitet në veti, sepse ti thush dikujt se i ka mbi 850.000 mërgjimtar apo pjesëtar të diasporës dhe nuk janë të përfshirë askund, vetëm në rast kur thuhet skulizoja që tha tash momentalisht se po janë të përfaqësuar, në secilën parti politike kanë nga një përfaqësues nga diaspora. Jo, ata janë individ të cilët konkurrojnë pa marrë parasysh a vjen nga diaspora, sepse fundja shumica e diasporës, shumica e deputetëve të cilët ishin pas luftës ishin një herë në diasporë dhe janë kthyer dhe kanë konkuruar. Ata nuk llogariten më, por llogaritet një komunitet
i cili duhet të ketë vendet e tyre të rezervuara, ashtu si kanë shumë shtetet që janë përmend, domethënë si Franca, Kroacia, mandej dhe shumë shtete tjera të cilet i kanë vendet e rezervuara për diasporën. Mandej disa vende i kanë edhe senatet e tyre. Projektet për përfaqësimin e diasporës në mënyrën më profesionale edhe në mënyrën më të drejtë, në mënyrën më demokratike ekzistojnë dhe e kanë në tavolinën e tyre gati secila parti politike. Ne kemi pas edhe iniciativa vetanake rreth këtyre gjërave, por ju them kështu sinqerisht, ndoshta dikujt nuk do të mbetet hatri kjo në disa partive politike, por ju them sinqerisht se partitë politike, disa parti politike e kanë ngulfat këto iniciativa të cilat vinë nga vetë diaspora, këto organizime të cilat vinë nga vetë diaspora dhe nuk doan të dëgjojnë në iniciativat nga vetë ne të cilat. Është fakti domethënë nga lobi, që lobi ka mund me luajt një rol shumë të rëndësishëm, do thotë një rol të rëndësishëm për atë e tyre, lobi shqiptar, e tani ne habitemi pse senatorët e Amerikës atje flasin kundër Albin Kurtit apo kundër vetëvendosjes apo kundër dikujt që neve nuk na konvenon. Patjetër se flet, sepse ne nuk jemi angazhuar më herët, nuk është angazhuar lobi, nuk e kanë ngulfat edhe lobin, e kanë ngulfat edhe organizimet e tjera të cilat ishin. Pra, jemi te çështja e përfaqësimit të diasporës, edhe një herë po them, pavarësisht nga ato data të cilët ushtojmë se është më mirë 21 apo 28, ne duhet të shohim që diaspora të jetë vërtet e përfshirë dhe jo të merret, të mundohet që dikush të përfitoj vetëm nga diaspora, jo vetëm në para, por tani edhe në vota. Pra pikërisht kjo është ajo që duhet të ndodhë për diasporën dhe për mërgjimtarët. Zonja Hajdari, a është diaspora elektorati parashikuar duke parasysh edhe këto zhvillimet e fundit, sa i përket edhe regjistrimet e gjithçka? Po, pa diskutime, dhe është shumë e mirë, sepse tashmë duke diskutuar për fuqinë politike që po merr çdo herë më shumë diaspora, mund të ketë iniciativa si kjo që po diskutohet, që ata të kenë një grup të tyre, qoftë organizim politik si subjekt politik, qoftë të dalin me emra që propozojnë për subjekte politike e që pastaj ata të bëjnë një grup parlamentar që shtyjnë për para iniciativa në interes të diasporës shqiptare. Konsideroj që çdo diskutim i tillë do ta pasuronte më shumë në skenën politike në vend dhe absolutisht do duhet parë në momentin që qetësohet edhe të arrim të kemi institucione të reja, konsideroj që do të duhet të ishte detyrë parësore ta mendonin se si të kapitalizonin jo vetëm resurset që i përmendëm monetare, ndoshta njerëzore, po dhe se si të bëhet diçka në interes të atyre njerëzve të cilët përveç angazhimit që kanë të vazhdueshëm për familjen, për vendin, për atë dheun, të bëhen pjesë e procesit, të bëhen pjesë e vendimarrjes. Pa diskutim, këtë nuk e diskutoj që ata kanë të drejtë të njihen të mos jo të përfaqësuar mjaftueshëm. Por në fazën ku jemi, nuk kemi diçka të tillë dhe pavarësisht pak nacive, konsideroj që ka qenë në të drejtën morale ose në të përgjegjësinë e atyre që të organizohen kështu nëse kanë parë të nevojshme dhe nëse kanë parë që partitë politike në Kosovë nuk po shtyjnë përpara agjendat që janë në interes të diasporës. Por e konsideroj që deri sot, pak ose shumë, ne kemi dhënë edhe marrë njëri tjetrit më të mirat, kushdo që ka nda mendjen për të bërë pjesë e proceseve zgjedhore ose për të kontribuar për Kosovën direkt në aspektin politik, thash që mundësia ka ekzistuar. Në gjitha subjektet politike ka pas njerëz, do me thënë, ka qenë Gjaka që ka kandiduar për PDK-s, pavarësisht që për një numër të vogël votave, secila parti i ka bërë pjesë të procesit dhe unë e konsideroj që përderisa ata janë pjesë e kuvendit, do ta ngrisin zërin, do të kërkojnë politika më të lehta që i bën pjesë të politikës ditore në Republikën e Kosovës, madje dhe insistimi për të votuar ndoshta jashtë konsullatave në mënyrë që tu lehtësohet procesi i votimit për ata që nuk do të mund të arrijnë në Kosovë, e konsideroj në frymën e këtyre njerëzve të cilat janë bërë pjesë e proceseve zgjedhore. E
din pastaj për vështirësinë, për shembull, me shku me vetur, me votu për një vend të largët, me një konsullat, me një vend, sepse ne dim që nuk i kemi zyrat shtetërore, konsullata, gjithandej të shpërndara. Po që kjo nuk është që ka paraqit probleme, sepse nuk është diskutuar ndonjëherë se ç'është problematike deri në këto zgjedhje. Trajtojmë se ne nuk i trajtojmë problemet deri në momentin që ballafaqohemi me to. Prandaj e konsideroj që nëse ata shohin të arsyeshme një grupacion të tyre politik, qoftë edhe subjekt të ri politik nga diaspora, janë të pa diskutim që janë të mirë të ardhur, pa diskutim që të marrin mbështetjen Kosovës. Po, zotri Velio? Elaboroj këtë çështje zoti Kushtrim shumë shkurt. Po. Faktikisht, nëse zotja nuk është e informuar, unë po informoj zotin se është një iniciativë e formimit të një asambleje të diasporës, apo parlamentet të diasporës, e cilat do të ishte ngushtë e lidhure me partitë politike të cilat punojnë brenda. Të gjitha partitë politike janë të informuara rreth këtij projektit apo rreth kësaj nisme iniciative, por ju them kështu sinqerisht, shumica e partive nuk ju konvenon kjo, sepse faktikisht ata defaktorizohen në diasporë nëse formohet diçka e tillë. Dhe kjo do ta mundsonte që të ishte e lidhur drejt për së drejti me partitë politike, me parlamentin e Republikës së Kosovës, në këtë rast, por edhe të Shqipërisë dhe vendeve kudo që ka shqiptar, të gjitha partitë politike shqiptare, po flas në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, në vendet Preshevë, Medvegjë, Bjanoc, janë të informuara, është edhe vetvendosja e informuar për këtë çështje, edhe Partia Demokratike, por faktikisht mundohen që ta mbulojnë këtë. Ne do të arrijmë si diasporë, po ju them kështu sinqerisht, në mos mirët si kërcënim kjo, apo por do të mirët si një premtim, se ne do ta formojmë këtë parlament apo këtë asamblejë të diasporës, e cila do të jetë përfshirë nga të gjithë diaspora, ku të që është, dhe do të përfaqësohet domethënë në vend. Por momentalisht kemi vështirësina shumë mëdha me komunikim të partive politike. Këtë asamble mund ta lejojë vetëm partitë politike të cilat janë vullnet mire dhe vërtet e duan diasporën, jo vetëm i duan parat dhe votat e tyre, por edhe diasporën, domethënë që të faktorizohet. Ne kam thënë për shumë intervista, ne kemi probleme shumë të mëdha këtu në diasporë. Vetë asimilimin të cilën ne nuk po mund ta luftojmë, faktikisht është dashur shumë më herët. Çdo qeveri që ka ardhur ka premtuar që ta organizon shkollimin, që ta organizon disa çështje të cilat neve na mungojnë këtu në diasporë. Faktikisht më mbien keq shumë që po e them, por janë mbyllur shkollat, gati çdo kohë janë mbyllur shkolla plotësuese për mërgjimtarët tanë dhe askujt nuk interesohet për këto çështje. Kanë hapur kisha dhe xhami dhe fëmijët tanë janë të shku në për kisha dhe xhami në vend që të shkon të mëson gjuhën shqipe, atje shkon të mëson gjuhën latine apo arabe apo si të qoftë që është. Ne nuk jemi kundër kishave xhamive, nuk jemi kundër fesë, por faktikisht pikërisht, këtë është dashur që partitë politike të premtojnë elektoratin që të hapin këto shkolla shqipe. Madje kemi probleme tjera. Një investitor i cili dëshiron që të vjen në Kosovë, këtë rast Kosovë, faktikisht krijojnë barriera të mëdha burokratike dhe vështirësi të mëdha të cilat nuk mund të parashikojë njeriu. Vetë Brigata mund ta formojë, ta bën një plan Marshall për zhvillimin ekonomik të vendit. Problematika që të kërkojnë shumë kohë. Kjo jemi thirrur për pjesën e zgjedhjeve dhe mendoj që vërtet. Kështu që jemi këtë në fund, zotri Veliu, kishte për të shtuar diçka? Po kam për të shtuar për shembull në atë pjesën ne si mërgjimtar fillimisht pas premtimeve të shumta që i bëri lëvizja dhe të vendosjen para mbajtjes së zgjedhjeve të vitit 21, besuam shumë se do të jetë një shtyt si fuqishëm i Mërgatës. Dhe një pjesë e mirë e aktivistëve e kemi filluar një iniciativë me të gjitha është e pamundur, por me një numër shumë të madh shoqatave aktive në Gjermani, Zvicër, Austri, pra kryesisht në vendet gjermanofolse, kemi organizuar një konferencë
në Prishtinë, në objektin e Kuvendit Republikës së Kosovës, ku kanë qenë të ftuar të gjithë, duke filluar nga kryeministri, kryetari i parlamentit, ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës, si dhe të gjitha grupet parlamentare të Kuvendit të Kosovës, dhe kemi ardhur me një platformë të përgatitur shumë mirë, e cila do të ishte një bazë për zgjedhjen e problemeve të diasporës, me të gjitha kërkesat që i ka diaspora. Mirë po, jo që nuk jenë marrur me atë problematikë, por në ditën e takimit nuk ka ardhur asnjëri të marrë pjesë në atë takim deri ka mesi, deri ka afërsisht fundi i takimit, kur është paraqitur zonja Pacolli, deputete e lëvizjes vetëvendosje, e cila erdhi së bashku me një zëvendës ministër dhe i dëgjuan të gjithë ato që ushtruan nga pjesëmarrësit në atë takim, dhe në fund e mori material i cili është dërguar të gjitha grupe parlamentare në zyrat e tyre, dhe tha se me këtë problem do të merremi shumë shpejt dhe do t'ju kontaktojmë. Kanë kaluar 2 vite dhe nuk kemi asnjë përgjigje, jo vetëm nga zonja Pacolli si deputete e lëvizjes vetëvendosje, por as nga njëri grup parlamentar i Republikës Kosovës. Po, Pikërisht është kjo iniciativë, vetëm shkurt, vetëm sepse jemi këtë në fond. Po, jo vetëm kjo iniciativë, po ne marrim iniciativa shpesh herë, prova të ndryshme, por kjo e parlamentit të diasporës apo asamblesë të diasporës është aktuale. Ne jemi të punuar edhe me njerëz të Bundestagut, me kongreses amerikan, me këshilltarë të ndryshëm politik, të cilët janë habit domethënë nga kjo iniciativë dhe nga ky projekt model, të cilën nuk e kanë shtetet e tjera, por ne duhet që të zhvillojmë diçka veçantë për arsye se vërtet ne jemi më tepër jashtë se sa brenda. Prandaj neve na duhet diaspora, mos mirë diaspora, domethënë se do të ketë, nëse duan demokraci, duhet që diasporën ta kem jo si rezervë emergjente të cilën shpesh herë përdorim, por të jetë vërtet krah për krah me vendin tonë, me atë tonë, që të ndalet pikërisht ky migrim i egër i cili ekziston edhe më tej, apo ky ky ekzant i cili më tutje vazhdon dhe nuk ka të ndalër. Këtë plagë mund ta shëron diaspora me pak me pak angazhim dhe me plane konkrete të cilat duhet që t'i bëjmë. Faleminderit, më falni se Të nderuar zotri Veliu, zotri Klaiçi, faleminderit shumë që na bashkuat në këtë diskutim. Faleminderit. Respekt. Zona Hajdari, faleminderit shumë edhe juve. Merci. Kemi arritur kështu në fund të pjesës së parë, shkëputemi për